katedrale Ngjallja e Krishtit në Korçë u mbajt një ceremoni përkujtimore në nder të Llazar Zaifundos në 81 vjetorin e vdekjes së tij. Të afërm, familjar dhe besimtar u mblodhën për të kujtuar jetën dhe figurën e tij, ndërsa u ndezën qërinj në shenjë respekti. Të shenjtit e mikut i Llazar të 4 diçmit e gjithë shenjtorëve ti, shpirtin e shërbëtorit ti, që u largua prej nesh, Llazar, ta vendosë në tendat e të drejtëve, ta prek në gjirin e Avramit dhe ta numëroj bashkë me të drejtët, dhe ne të na mëshiroje si Perëndi i mirë, njeridashës dhe mëshirëplotë. Gjatë meshës, familja përkujtoi Llazar Fundon si një njeri me bindje të forta dhe ideale, që sipas tyre kanë qenë të guximshme për kohën. Mbesa e tij, Elisaveta Fundo Poçari, ndau emocionet dhe reflektimet e saj për figurën e xhaxhait, që nuk e kishte njohur kurrë, por për të cilin është informuar më shumë në vitet e fundit. Ajo shprehu keqardhjen që familja ka jetuar për dekada, me stigmatizimet e kohës, ndërsa sot ndihen më pranë kujtimit dhe historisë së tij. Llazari ka 81 vjetorin e vdekjes. Unë kam 82 vjetorin e lindjes dhe unë nuk e kam njohur kurrë këtë xhaxha. Më vjen shumë e keq se ndofta dhe unë, siç thoni gjyshet tona, mund të kemi hyrë në gjëna, e kuptoni përse. Se edhe neve nuk na vinte mirë për ato gjëra që thueshin. Unë mësova shumë gjëra në këtë kohë për këtë xhaxha që nuk e kam njohur dhe nuk unë kam njohur. Ai ishte me mendime ndofta të drejta për atë kohë, po për të tjerët mund që ishte gabim. Edhe nuk më vjen mirë që për një xhaxha, për një gjysh, për një stërgjysh, për një dajo, për një vëlla, për një nip apo mbesë të vuajë brezi i më poshtë, nip apo stërnip. Zai ishte për një Evropë të bashkuar. Në ceremoninë përkujtimore u theksua se familja ka vuajtur gjatë nga barra morale e ngjarjeve të së kaluarës, ndërsa brezi i sotëm po përpiqet të njohë më thellë rrënjët e veta dhe figurat e familjes. Tashin edhe për 81 vjet e kemi ndjerë atë vdekjen e tij. Në shtëpi nuk fliteshe shumë në atë kohë, po në kohën e demokracisë mësuam dhe më shumë gjëra. Mua më vjen shumë keq, unë vajta dhe në Varezat, i ndeza një qiri, edhe sot më duke sikur ai është varosur së shpejti edhe neve po i bëjmë një përkujtimore. I përjetshëm qoftë kujtimi i tij. Ceremonia u mbyll me lutje dhe homazhe, ndërsa të pranishmit nënvizuan se kujtimi Llazar Fundos do të mbetet i gjallë mes familjarëve dhe komunitetit. Ai ishte një nga figurat më të veçanta dhe më të debatueshme të historisë shqiptare të fillim shekullit 20. Ai ishte një nga përfaqësuesit e parë të lëvizjes së majt shqiptare, i angazhuar fillimisht me idetë komuniste, por më pas u distancua prej tyre, duke u shndruar në një prej kritikëve më të hershëm të stalinizmit. Ai u përfshi në lëvizjet demokratike dhe revolucionare të kohës, duke u bërë pjesë e debatit ndërkombëtar mbi drejtimet që po merrte komunizmi. Sot Llazar Fundo konsiderohet një nga zërat më interesant dhe më kompleks të historisë politike shqiptare, ndërsa vlerësimi për të vazhdon të rritet me rindërtimin e kujtesës historike të viteve të shkuara.